një takim i veçantë dhe plot emocione bashkoi ushtarët e Radarit në një ngjarje që do të mbetet gjatë në kujtesë. Atmosfera ishte e ngrohtë dhe festive. Prania e ditës u prit me duartrokitje dhe emocione të forta. Sot e kemi një kënaqësi të veçantë dhe një nder të madh të mirëpresim mes nesh një grua të jashtëzakonshme, drejtoreshën apo siç e quajmë ne, komandantën e ushtarëve të Radarit, zonjën Edita Doli. Një njeri me vlera të forta familjare, një bamirëse me zemër të madhe dhe mbi gjitha një frymëzim për mira njerëz që besojnë në fuqinë e fjalës së drejtë dhe veprës së mirë. Humanizmi i saj nuk nje kufi. Edita, përmes misionit të Radar dhe angazhimit të saj personal, ka prekur jetë shumë njerëzve dhe ka ndërtuar tashmë 13 vite një komunitet të jashtëzakonshëm, të cilën sot e quajmë me krenari ushtarë të Radarit. Ne ushtarët e Radarit urojmë që ky mision të vazhdojë të rritet shumë ndër vite. Ne kemi qenë, jemi dhe do të jemi gjithmonë pranë jush, duke i mbështetur në çdo nismë bamirësie që sjell shpresë, dinjitet dhe ndryshim pozitiv për njerëzit që kanë nevojë. Ju falenderojmë për dashurinë, mirësinë dhe përkushtimin që shpërndoni çdo ditë në çdo aspekt të jetës dhe punës tuaj. Suksese pafund për ty Edita dhe për ju ushtarët e Radarit, edhe shumë vite të tjera me bamirësi, humanizëm dhe energji pozitive si gjithmonë. Për njerëzit në nevojë, së bashku nga të gjitha trojet do ja dalëm gjithmonë. 13 vjetë shumë kënaqësi me ju pas pjesë të Radarit edhe përgjithësi shumë e madhe, nuk është e lehtë, edhe di që s'jeni vetëm ju jeni ai grupi fanatik i Radarit që përtisni edhe në për tavolina tjera si më pas parti politike na, jo një emision, edhe ju falenderoj shumë. Kur ka filluar Radar, ka nis me një emision i zakonshëm në radio, kur se kisha menduar që bëhet kaq komunitet i madh, edhe bëhet krah kaq i fortë si i familjeve, si në të mirën të keqet njëri tjetrit, po edhe aty nëse kemi njoftë. Kështu që unë ju falenderoj shumë që jeni pjesë e programit tonë edhe na pranoni edhe ngabime, edhe gëzime. Jemi rritë, jena aty u plaku në shumë fëmijë vogël kom qenë kur ka filluar Radar, tash pishoj jemi bo prend, po plakemi bashkë, dikush më vetë kur do mi lshu Radarin, edhe kush ka mi mbajt, po se ka më plan, s'moj me jetu pa Radar, faleminderit shumë. Faleminderit minirit edhe grupit. Surprizat nuk munguan, ushtarët kishin përgatitur befasi të ndryshme që shtuan edhe më shumë emocionet gjatë mbrëmjes. Ta këna bojnë një pësat befasi tjetër, ta këna të cilë një njeri që të edhen mas shumë të mbojnë. A thë, kush është? Kush përmena? S'kam nevoj për emocione, a bënë të ketë normal më shkone. Kush përmena që është? Jo, s'kam ide, një person që du shumë. A ka morë dhe bashkëshortët me vetë, që edhen mas shumë të mbojnë. Nuk munguan as dhuratat, si shenjë respekti dhe vlerësimi nga dëgjuesit. Mbrëmja u plotësua me vallëzim, duke shndruar këtë takim në një festë të vërtet që bashkoi emocione, mirënjohje dhe krenari.